A ka më kënaqësi se sot të mblidhesh edhe të kujtosh krijuesin? Dhe ti thush faleminderit për çdo të mirë që të ka dhënë i madhi Allah te barekota. Ta ka dhënë shnetin. Dikuj nuk i punojnë veshkat. Allahu Ekber, smundje. Ty të punojnë të dyja. Dikuj punon vesh njëna si punon. Dikush është i verbër, ka sprovu Allahu me dritat e syve. Ti shikon, por nuk falenderon. Kam pasur rastin të takoj në jetën time njerëz që nuk shikojnë, por e lexojnë Kuranin me ato germat e tyre që i kanë pra, me anë të prekjes. Kam takuar njerëz në jetën time që kanë qenë ratë të shtrirë në spital, por janë falur vetëm me lëvizjen e kokës. Kurse ne i kemi dur dhe kamt, dhe gjitha ato të mira që na ka dhënë Zoti dhe mirësi, dhe nuk ngritemi t'i thomi Zotit faleminderit për dritat e syve, faleminderit për mendjen, faleminderit për dur dhe kamt, e felem e kuna abden shakura, a nuk duhet jemi prej robëve pra krijesave falenderuese.